Do të shohim tani edhe curinë e tregjeve për gjatë ditës së sotme, ku në tregun e brendshëm fillimisht vjet re një rritje lehtë e dollarit amerikan në raport me lekun për shkak të forcimit të monedhës së gjelbërt në tregjet ndërkombëtare. Investitorët edhe sot vijojnë të jenë fokusuar tek zhvillimet që kanë të bëjnë me lindjen e mesme, sepse presidenti amerikan Donald Trump edhe për gjatë ditës së djeshme në njërin anë kërcënonte Iranin se po mbarojnë ditët dhe në anën tjetër shprehte besimin se do të kishte shumë shpejt një marrëveshje paqe mes dy palëve. Gjithsesi, dollari amerikan ka gjetur një mbështetje në tregje ndërkombëtare që përjedhoi është reflektuar edhe në tregun e brendshëm valutor. Sipas dhënave të publikuara nga Banka e Shqipërisë, dollari ka fituar 0.14% të vlerës dhe mesatarisht këmbehet me 82.16 lek, ndërkohë euro është në rënje me 0.03%, këmbehet me 95.44 lek. Poundi britanik ka fituar 0.41% të vlerës, mesatarisht këmbehet me 110.05 lek. Në ecurinë e frangës, kjo monedhë është në rënje me 0.1%, këmbehet me 104.37 lek. Jeni japonez është në rënje të lehtë me 0.01%, këmbehet mesatarisht me 51.63 për çdo 100 lek. Edhe dollari australian është në rënje me 0.29% të vlerës, këmbehet me 58.43 lek, ndërkohë dollari kanadez është rritur lehtë me 0.01%, këmbehet me 59.7 lek. Në ecurinë e koronës suedeze, kjo monedhë ka fituar 0.02% të vlerës, këmbehet me 8.73 lek dhe ajo norvegjeze është në rritje po me 0.02% dhe këmbehet me 8.85 lek. Kjo ishte ecuria e tregut brendshëm valutor, ndërkohë në tregje ndërkombëtare dollari vijon forcimin edhe për gjatë ditës së sotme. Investitorët janë fokusuar tek zhvillimet që kanë bëjnë me lindjen e mesme, por njëkohësisht presin edhe të tjera detaje nga Rezerva Federale nëse do të ketë një lëvizje për të rritur normën bazë të interesit, pikërisht për shkak të rritjes së kostove të energjisë dhe të inflacionit në tërësi. Gjithsesi, investitorët shpresojnë për një marrëveshje paqeje në lindjen e mesme mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit. Një tjetër analizë sipas investitorëve është edhe fakti që tregu i aksioneve specifikisht po e injoron në një farë mënyre atë që po ndodh në lindjen e mesme dhe rrezikun e rikthimit palëve në konflikt. Tregu i aksioneve ka njohur rritje të konsiderueshme përgjatë këtyre muajve të konfliktit. Padyshim ka pasur momente kur tregjet kanë ndjeshëm si një reagim emocional i investitorëve, por nëse i marrim thuajse të 3 muajt e plot vjetre një rritje ndjeshme tregut të aksioneve në mënyrë të veçantë për gjatë 2 javëve të fundit ku tregu është udhëhequr nga fitimet 3 mujore të korporatave. Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi ditën e djeshme se ka shanse të mëdha për arritjen e një marrëveshje me Iranin në lidhje me limitimin e aktivitetit pasurimit me uranium apo programit bërthamor në tërësi. Megjithatë, Trump tha se përgjigjja e fundit tashmë i takon të Iranit. Euro ka rënë me 0.07% pas humbjeve që realizoi ditën e djeshme dhe ka zbritur poshtë nivelit të 1.16 në raport me dollarin, këmbehet me 1.1596 dollar. Poundi britanik është në rënje me 0.03%, këmbehet me 1.3389 dollar në raport me frangën. Dollari është në rritje me 0.18% të vlerës, këmbehet me 0.7902 franga. Ndërsa dollari australian ka rënë lehtë me 0.01%, këmbehet me 0.7108 dollar amerikan. Dollari kanadez ka humbur 0.14% të vlerës, këmbehet me 0.7265 dollar amerikan dhe në raport me jenin, dollari është në rënje me 0.05% dhe këmbehet mesatarisht me 158.98 yen. Ndërkohë, përsa i përket ecurisë së tregut të kriptomonedhave, edhe sot Bitcoin vijon tregtohet mbi nivelin e 77.000 dollarëve. Të paktën për gjatë kësaj jave, tregu i kriptomonedhave në tërësi është karakterizuar nga qëndrueshmëria pas një rënje që pati ditën e hënë, por më pas në vijim sesionit rikuperoi një pjesë të mirë të atyre humbjeve.
Edhe sot Bitcoin tregtohet në 77.290.67 dolar në rritje të lehtë me 0.4%. Ethereum ka fituar 0.59% të vlerës, kuotohet në 2129.43 dolar. Ripple është rritur me 0.87%, kuotohet në 1.3694 dolar. Litecoin është në rritje të lehtë me 0.07% të vlerës, këmbehet me 54.18 dolar dhe Bitcoin Cash është rritur me 0.58% dhe mesatarisht këmbehet me 370.53 dolar. Ditë në hënë ishte Bitcoin Cash që realizoi humbjet më të mëdha. Ndërkohë për sa i përket tregut të naftës, benchmarkët kryesor po qëndrojnë në rënje në sesionin e sotëm, duke zgjeruar në këtë mënyrë humbjet e ditës së dieshme, po ndikon një forcim i dollarit amerikan, sepse të gjitha lëndë e para të denominuara në monedhën e gjelbërt kanë tendencë në rënje kur dollari amerikan forcohet dhe brendi Londrës tregtohet pra nivelit të 110 dollarëve për fuqi në rënje me 1.14% të vlerës. Nafta bruto amerikane është në rënje paka shumë të njëjtë me naftën Brent, ka humbur 1.17% dhe kuotohet në 102.93 dolar për fuqi. Nafta e përpunuar në bursën e Londrës ka humbur 1.21% të vlerës, kuotohet në 1.209.24 dolar për ton. Investitorët në tregun e naftës padyshim janë fokusuar tek lajmet që vijnë nga konflikti në lindjen e mesme. Presidenti amerikan Donald Trump ditën e dieshme deklaroi se do të vendos në ditët në vijim nëse do të sulmojë ose jo Iranin. Ai ka thënë se Irani ka një periudhë të kufizuar kohore për të pranuar marrëveshjen e propozuar nga Shtetet e Bashkuara. Trump tha se Irani mund të ketë 2 ose 3 ditë, sipas tij do të vendoset maksimumi për gjatë fundjavës deri në ditën e diel dhe ai shprehu bindjen se tashmë do të ketë një marrëveshje mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Do të kalojmë edhe në tregun e metaleve të çmuara, ku ari sot po qëndron në rënje me rreth 0.5%, por ditën e dieshme humbi mbi 2% të vlerës për shkak të forcimit të dollarit amerikan dhe rritjes yieldit të obligacioneve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Përveç obligacioneve 10 vjeçare, edhe ato 30 vjeçare u rritën në 5.19%, niveli më i lartë që nga viti 2007. Rritja e yieldit të interesave të obligacioneve shton interesin e investitorëve për t'i blerë pikërisht këto asete që janë shumë sigurta dhe largohen nga asetet e tjera që mbartin më shumë rrezik. Aktualisht ari tregtohet në 4.485.5 dolar për oncë, në rënje me 0.57%. Argjendi po qëndron në rritje me 0.68% të vlerës, kuotohet në 75.67 dolar dhe platini është në rënje me 0.19%, kuotohet në 1941.3 dolar për oncë. Investitorët në tregun e metaleve të çmuara, përveç tensioneve gjeopolitike, po monitorojnë edhe dhënat ekonomike në SBA, të cilat sugjerojnë vendimarrjen e rezervës federale. Në takimin e muajit maj do të jetë shefi i ri i rezervës federale Kevin Warsh, i cili është zgjedhur nga presidenti Donald Trump për drejtuar bankën qendrore më të madhe në botë. Do të kalojmë edhe në ecurinë e tregut të aksioneve, ku shumica e bursave në kontinent po qëndrojnë në territor negativ për shkak të shenjave për rritjen e inflacionit. Madje, investitorët janë të shqetësuar tashmë edhe për krizën politike në Mbretërinë e Bashkuar dhe njëkohësisht janë publikuar disa dhëna po në Mbretërinë e Bashkuar që treguan se inflacioni u rrit në nivelin e 2.8% për gjatë muajit prill. Shqetësim për investitorët është edhe rritja e yieldit të obligacioneve 30 vjeçare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gjithsesi, me gjithë këto zhvillime, tensionet gjeopolitike vijojnë sërish edhe sot udhëheqin tregjet. FTSE 100 i Londrës dhe DAX i Gjermanisë kanë humbur 0.32 dhe 0.22%, CAC 40 i Parisit dhe SMI i Zuriut janë në rënje me 0.17 dhe 0.27%. FTSE MIB i Milanos është i vetmi në rritje të lehtë me 0.03%, ndërsa në ecurinë e tre indekseve kryesore në Wall Street, për sesionin e kaluar, Dow Jones ka rënë me 0.65%, Standard & Poor's 500 dhe Nasdaq gjithashtu kanë publikuar humbje me 0.84 dhe 0.67% të vlerës.
Do të shohim edhe ecurinë e korporatave të listuara në bursën e Frankfurtit në Gjermani, ku Siemens Energy kryeson fitimet në rritje me 1.69%. Infineon, Vonovia, Brenntag dhe RWE kanë fituar nga 0.28 deri në 1.04%. Në anën tjetër në performancën më dobët, SAP ka rënë me 2.12%, Zalando, Adidas, Hannover Rüegg dhe Commerzbank kanë rënë nga 1.05 deri në 1.55%. Kjo ishte ecuria e tregjeve deri në këto momente.